Dëgjoj, më kujtohen midis gjërave më të çmendura qesharake edhe krejt të pasgjuara ajo që u quajt referendumi I largimit, dhe mbaj mend që atëherë ka pasur një poster me një zog të çuditshëm, të frikshëm që vinte nga Shqipëria për t'i thithur gjakun Britanisë. Premtimi ishte largohuni nga Europa dhe ata s'do të vinë më. Pa gjeni. U larguan nga Europa dhe Shqipëria është bërë një temë edhe më e madhe. Sepse unë besoj që problemi nuk janë shqiptarët, apo të huajt, apo migrantët. Problemi është ku të gjejmë kokën e Turkut për këtë vendim katastrofik të largimit nga Europa, sepse është katastrofik. Kështu që unë nuk ndihem I frustruar apo I dëshpëruar, jo. Mua më vjen keq, më vjen shumë keq. Dhe e thash edhe në një takim tjetër që kur dikush që quhej Suela Braverman, Suela, një tjetër qeveri, kur ajo piketoi shqiptarët, e me qëra fjala ku është ajo? Jo, thjesht mbaje mend që mos u merr me shqiptarët, sepse nëse të mallkojnë shqiptarët, zhdukesh. Dhe unë erdha këtu sepse mu kërkua të vija nga miq mjaft të mirë të Shqipërisë këtu dhe e ndjeva të vija që ta gjeja, por gjeta gazetarë që flisnin për të. Unë mbrita, shkoj në hotel, gjë e parë që shoh është një njerëz që vjen drejt meje dhe një roj britanike që përpiqej të më mbronte dhe më thot në shqip: "Mirë se erdhe." I thash rojës: "S'ka problem, është mik." Dhe ishte kamerier. Më pas, në mëngjes, kur dalim nga hoteli, dëgjoj Edi Rama nga lart, dhe në fakt roja britanike po përpiqeshin të më mbronin sepse kishte disa shqiptar në skel, po punonin, po ndreshnin ndërtesën e diçka tjetër, I thash mos u shqetëso se janë miq. Pastaj shkojmë në dhomën e komuneve, pra dikush me uniformë më thot: "Mirë se erdhët, kryeministër." Po 40% e popullsisë tuaj është jashtë Shqipërisë. Jo, pyetja ime ishte: në qoftë se I nxjerr nga vendi këta, kush do t'i bëj këto punë? Kush janë ata të rinj që do të hypin në skel, mbi ndërtesë, e do të bërtasin këtu? Cilat janë ata britanikë që do të binë, punojnë si kamarier, thonë mirë se erdhe, zoti kryeministër? Kush janë ata britanikë që do të binë të kujdesen për kofshtet tuaja kaq të bukura? Unë besoj që edhe migracioni është tërësisht një kokë turku, nuk është migracioni problemi. Sigurisht, brenda kësaj çështjeje është problemi I paligjshmërisë, I migrantëve pa rregullt dhe unë nuk them që kjo është gabim. Por e dini, ishte më përpara ishte do ta lëm, e pastaj tani na thonin na lini